Zotin Perikli Qiriazi, qytetar nderi të Kolonjës. Profesor Doktor Perikli Qiriazi është nderuar me titullin qytetar nderi nga Bashkia Kolonjë në vlerësim të kontributit të tij në shkencën gjeografike dhe në promovimin e vlerave të kësaj krahine dhe të gjithë Shqipërisë. Gjeografi i njohur falenderoi institucionet vendore për këtë vlerësim, ndërsa theksoi nevojën për mbështetje në realizimin e një enciklopedie për Kolonjën, një vepër që synon të pasqyrojë pasurinë dhe veçoritë e zonës. Me ndihmën e gjithë kolonjarëve, ne ta pasqyrojmë këtë pasuri kaq të madhe që ka Kolonja. Të jashtëzakonshme. Dhe ne si bashki, si krajinë, do të radhitemi në ato krajinat e pakta, ato bashkitë e pakta që kanë mundur të bëjnë enciklopedinë e tyre. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë Kolonjë, Erion Isai, bëri të ditur se kjo iniciativë do të mbështetet zyrtarisht, duke vlerësuar gjithashtu familjen Qiriazi si një ndër familjet më të njohura dhe me kontribute të rëndësishme për zonën. Edhe ashtu si nga emri juaj, profesor, edhe emri juaj do të jetë një gur i madh, i rënd, me peshë që do të dëshmoj jo vetëm krajinën kolonjare, çka e cila nuk është peshë e vogël, është peshë e madhe shumë, por identitetin shqiptar në një cilësi gjaku që është dinastia Qiriazi. Në moshën 82 vjeçare, Perikli Qiriazi mbetet një nga figurat më të spikatura të gjeografisë shqiptare me 10 botime shkencore, ndërsa ky vlerësim merr një domethënie të veçantë pasi i jepet në vendlindjen e tij.